kom bo krenar edhe shtetin e Kosovës edhe Shqipërinë për shkak se jam shqiptari i parë në botë që kom arrit me u bo lideri një federate evropiane. Ne edhe kemi edhe një judo të fortë, ja kom hap derën edhe shumë kolegëve të mi në federata tjera, i motivu edhe kolegët e mi nga Kosova që të marrin përgjegjësi edhe në federatat evropiane dhe në federatat botnore. Është edhe koha, duke punu shumë, që të kandidoj edhe për president Federatës Evropiane të Peshkëngritjes, edhe pse i kom pas 6 kandidat, në fund ka ardhur puna që me vetëm 2 kandidat me vazhdu garën, italiani nga Moldavia, Antonio Konflitit dhe unë, dhe kom fitu 24-19 me votat, do më thonë votat mshefta në mënyrë demokratike, dhe ka qenë një normal, një satisfakcion shumë i madh, po edhe besoj që e kom bo krenar edhe shtetin e Kosovës, edhe Shqipërinë për shkak se jam shqiptari i parë në botë që kom arrit me u bo lideri një federate evropiane, kontinentalit në një sporti olimpik, siç është peshkëngritja. Vizeri si një lider që për mua është numri 1 në botë për shkak kredibilitetit, për shkak seriozitetit dhe organizimit të shkëlqyshëm që i ka bërë Federatës Botnore të Judos, më ka ftu në takim. Kjo është hera 2 që më ka ftu në takim pas takimit në Budapest, në këtë takimin e fundit në Abu Dhabi, për 3 ditë rresht më ka njoftu me gjithë drejtorët e departamenteve të ndryshme brenda Federatës Judos, duke përfshi departamentin e protokollit, që njihet për protokollin më të fortë dhe më të organizuar në botë, që e bën Marius Vizër, për Judo TV, për databazën e sportistëve, për gjitha tjera duke fillu prej Begjav për si accreditation, në mënyrë që ta implementoj brenda Federatës Evropiane të Peshkëngritjes. Ka qenë edhe një artikull ndërkombëtar në Sports.n për këtë pozitë se si lideri i madh Vizër më ka ftu, do me thonë, në që ta përcjelli Grand Slamin e Abu Dhabit dhe që thjesht është duke i ndihmuar liderëve të ri evropian në këtë drejtim. Kam mësu shumë, jam mirënjohës jashtëzakonisht shumë, mirë po gjitha kjo është për shkak se ne edhe kemi edhe një judo të fortë, kudo që shkoj, mi tregu që Kosova ka njerëz të zgjuar, ka njerëz që investojnë, ka njerëz që punojnë shumë, edhe që kur të dhojnë fjallën, edhe e mbajnë fjallën, do me thonë e realizojnë gjitha premtimet. Unë besoj që ja kom hap derën edhe shumë kolegëve të mi në federata tjera përkatëse, për shkak se nëse unë jam i suksesshëm dhe nëse keni përcjell mediat ndërkombëtare, jam në deri tash, do me thonë, lideri më aktiv evropian, unë jam të ndihmu tash edhe tjerëve dhe kolegëve tjerë që thjesht këta persona me i motivu edhe kolegët e mi nga Kosova që të marrin përgjegjësi edhe në federatat evropiane dhe në federatat botnore. Madje kjo vizitë që ishte te lideri Vizër ishte shumë e rëndësishme për shkak se edhe kryetarët federatas tjera ndërkombëtare thjesht më pyetshin edhe për afërsinë që e kam me to. Ne kemi, do me thonë, edhe aktivitet, do me thonë, këtu. Normal që kjo të ndikon që të mos e vizohet edhe më shumë si sport. Ne vetëm e kemi një handicap për shkak se fatkeqësisht peshkëngritja armikën kryesore ka dopingun, për shkak se ndikon shumë marrja substancave në ngritje, do me thonë, të peshave, edhe duke qenë të handikepuar që nuk kemi ku t'i bëjmë këto testet të antidopingut, jemi shumë të kujdesshëm në qoftë në selektimin edhe nëse fillojmë të dyshojmë diçka te një sportist që është marrë ndonjë substancë të lejume, e thrasëm prindin edhe shiqojmë si me zgjedh, do me thonë, problemin e kësaj, sepse vetëm për vizim na mujna me shku me marrë në për fitnese, më nëshme bo 1000 persona brenda një muje, po nuk është ideja aty, ideja është që me ushtru njerëzë të cilët janë vetëm në peshkëngritje, do me thonë në teknikën e shtytjes edhe shputjes.